pse mos kemi një lëvizje të lirë. Ky i ri që prej muajit tetor janë shuar ëndrat për të ndërtuar biznesin e tij. Gjithë ajo dëshira ime për të pasur një biznes për të ecur përpara është një ëndër e shuar, si thosh. Ai shprehet se hapi një dyqan ku tregtonte monopatina, por vendimi i Ministrisë së Brendshme për ndalimin e tyre e penalizoi. Kërkon shfuqizimin e këtij vendimi që sipas tij e ka paralizuar ekonomikisht. Fakti që mbas një muaj e pak u bllokuan, unë totalisht jam i dështuar. Dëmi është dëmi financiar, dëmi moral, të gjitha. Sepse unë investova dhe direkt mbas një muaj, kupton? Si ky i ri, janë dhe shumë të tjerë që thonë se vendimi i ka penalizuar, ndaj protestuan këtë të mërkur përpara Ministrisë së Brendshme kundër aksionit të ndërmarrë nga policia e shtetit për sekuestrimin e monopatinave. Monopatina ishte një zgjidhje e drejtë për familjen time dhe unë kurseja kohë dhe karburant e të gjitha. Me pankarta në duar kundër këtij aksioni, qytetarët i bën thirrje Ministrisë së Brendshme që të zhbllokojë të gjitha mjetet e sekuestruara dhe të zhbëjë këtë vendim. Se i hoqëm se bëni shumë aksidente, po ju them unë, makinat në 5 vitet e fundit që qarkullojnë në Shqipëri kanë shkaktuar 6.000 aksidente me 8.000 të plagosur rënd dhe me 1.000 të vdekur. Bilanc lufte. Të shfuqizoj udhëzimin dhe t'i japi mundësi qytetarëve të lëvizin lirshëm me monopatinat, dhe se ne e dim shumë mirë që shërbimi urban është jo ai buhuri për qytetin e Tiranës. Në fund, protestuesit me monopatina lëvizën para Ministrisë së Brendshme për të treguar se këto mjete janë të sigurta dhe ekologjike për mjedisin.